Përshëndetje ndjekës të kanalit tim. Kur isha fëmijë, këtë bimë e kam mbledhur më shumë se çdo bimë tjetër sepse kushtonte më shtrenjtë se të gjitha. Atëherë nuk i dija përdorimet dhe benefitet e saj, por sot do t'i ndaj me ju. Menthe Palladium ose menta e egër, bimë aromatike me përdorime tradicionale. Dhe kujdes në përdorim. Sot do t'ju prezantoj një bimë aromatike shumë interesante e njohur me emrin botanik Menthe Palladium, pjesë e familjes Lejmësi, ku bëjnë pjesë edhe nenexhiku, rigoni dhe sherebela. Kjo është një bimë shumë vjeçare që rritet spontanisht në Evropë, në rajonin e Mesdheut, lindjen e mesme dhe në disa pjesë të Amerikës së Veriut. Ajo preferon toka me lagështi ose me përmbajtje rëre dhe arrin një lartësi prej rreth 40 deri në 60 cm. Menthe Palladium dallohet nga gjethet e vogla jeshile të errta dhe shumë aromë. Kur shtypen me dorë, ato lëshojnë aromë të fortë karakteristike. Lulet e saj janë ngjyrë vjollc dhe shfaqen zakonisht nga gushti deri në tetor, ndërsa farat pishen nga shtatori deri në tetor. Prej shekujsh kjo bimë është përdorur në mjekësinë popullore. Tradicionalisht është përdorur për të ndihmuar tretjen, për të lehtësuar fryrjen e barkut, gazrat dhe spasmat e aparatit tretës. Gjithashtu është përdorur për të shqetësuar kollën, për të ndihmuar në lirimin e sekrecioneve të rrugëve të frymëmarrjes dhe për të lehtësuar dhimbjet menstruale. Në disa kultura, menta e egër është përdorur edhe si bimë aromatike kundër stresit dhe lodhjes, ndërsa gjethet e saj janë përdorur për përgatitjen e çajit dhe si aromatizues në ushqime, supa dhe pije. Studimet laboratorike kanë treguar se kjo bimë përmban përbërës me veprim antioksidues që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ, veprim antiinflamator që mund të ndihmojnë në uljen e inflamacionit, si dhe veprim antimikrobik që frenon rritjen e disa mikroorganizmave. Megjithatë, këto rezultate nuk nënkuptojnë se bima është një trajtim i provuar për sëmundje tek njerëzit. Një nga përdorimet më të njohura të kësaj bime është si largues natyral i mushkonjave dhe insekteve. Aroma e saj e fortë ndihmon në largimin e mushkonjave, pleshtave dhe disa insekteve të tjera, prandaj në anglisht quhet edhe mosquito plant. Megjithse është një bimë me histori të gjatë përdorimi, ajo kërkon kujdes të veçantë. Vaji esencial i Menthe Palladium nuk duhet të gëlltitet, sepse përmban një përbërës të quajtur palladium, i cili mund të dëmtojë seriozisht mëlçinë dhe veshkat. Për këtë arsye, përdorimi i vajit esencial konsiderohet i rrezikshëm. Edhe çaji nga kjo bimë duhet të përdoret me shumë kujdes dhe vetëm në sasi të vogla. Nuk rekomandohet për gratë shtatzëna, nëna që ushqejnë fëmijët me gji, fëmijët e vegjël dhe personat me sëmundje të mëlçisë ose veshkave pa këshillën e një profesionisti të shëndetit. Menthe Palladium është një bimë aromatike me rëndësi në traditën popullore dhe me interes për studimet shkencore. Ajo na kujton se natyra na ofron shumë bimë të vlefshme, por përdorimi i tyre duhet të bëhet gjithmonë me njohuri dhe përgjegjësi. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like, abonohuni në kanalin Baçja Magjike dhe aktivizoni zilen për të mos humbur videot e ardhshme mbi bimët mjekësore dhe mbi natyrën. Nëse vendosni ta mblidhni nga natyra, sigurohuni gjithmonë që e keni identifikuar saktë. Shmangni mbledhjen pranë rrugëve të ngarkuara, zonave të ndotura ose vendeve ku përdoren pesticide. Bimët mjekësore janë një pasuri e natyrës, por ato nuk zëvendësojnë trajtimin mjekësor. Prandaj, përdorimi i tyre duhet të bëhet gjithmonë me kujdes dhe në mënyrë të informuar.